Apo ju kujtohet storia e fundit që e bona te rruga Andrea Aleksi, që ke ajo ndërtesa koti përdhesit cilës ke imbulum totalisht prej ujet. Këto është uje, do me thonë, ku mbledh. Nën stop po duhet me la, do me thonë, dyrt, qelt, hyrje, po duhet me la ato drejtarët që në keper, po apet. Mas nej që erdh drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, zoti Sokol Havolli. Do me thonë, Sokol po hina bashk, edhe mu që tashti mi bin një farë qizme, e i cili na premtoj që shumë shpejt tha, kena me ndërhy, kena me marrë masa, kena me pru ekipën me asertu situatën. Sot na kena ardhë, masi na kanë shkru shumë njerëz, e mira është që puna ka fillu këto, po shohëm logjistik, do me thonë, cila është angazhu prej komunës. Na e kontaktum edhe zotin Sokol Havolli edhe pse qëre uje, halo, do me thonë qatë gjendje është. Që qfarere po vjen këto? Kerejtësisht jënë bloku, jënë shtyp gypat për derisa qarkullojnë ka rruga bë, nër zebra poshtë ka kalum na. Andaj uje s'ka ka qarkullon edhe grumbullohet, normal do të me dal dika, del në rrugë, që shpesheni janë vendos këto pjesë, anash, ku pritet me intervenu, qfarere? Absolutisht e të mërshme. Sa ju ka pengu? Na ka pengu deri edhe sot hala është ka pengan, na sot e kemi pastru, jemi mundu me hek, me eliminu të faktën erën e keqe që po vjen, për ndryshe s'ka mujt as mi qel gjomat as kur gjo. Deri dje kur erdhe Sokoli, i falenderona realisht se e morën pak ma seriozisht, sot kanë fillu me regullu për ndryshe konë të merë. Kushdo që artu, dash mi mshel mrena klientat për shkak të aromat. Qa ke bo? Qëshje? Sokol, më thanë që prej djeshit kanë fillu punimet këto. Shumë problemi madh ka qenë, dje kemi tentu me hapë përmes presionit e atyne metodave që e bojnë të domosdoshme hapjen e kanalit. Po për shkak që një puset është atje, e bllokimi ka ndodhur pikërisht në këtë pjesën nër Luna Park. E kemi pat arsyeshme që me dalë që ashtu qysh e kemi diskutuar edhe para save 2-3 jave, kur e kemi diskutuar. Para 2 jave me gjasë. E kemi vrejt që ka pas një blokim të plot, po e vrejnë këto momentalisht që kjo është të e që dje kemi siguru vendin për shkak që puseta është hap, tash është siguru edhe punishtja që njerës mos me hyp. Do me thonë uje, mo nuk shkon qanej poshtë, shkon qëto, përkosisht. Po, prej djeshit, që me thonë pak për me eliminu problemin për gjatë krejt rrugës. Po, se deri në fund njëri shkoj deri në fund shkoj ka atje edhe krejt rruga bë të merë e ka pas erën. Po tash provum dje me hap këtë pusetën e pave këtu ujin, po është e mushun me zale, po qysh jo. Kështu që tash e kemi projektin edhe tash çka bojmë na? E bojmë hapjen e kanalit ri, edhe kjo puset mbetet e vdekur praktikisht. E ku pe hapni kanalin e ri? Qëre po e sheh vijen ku bo këtu pikat e kuqe, nejse tash nuk po vret prej plunit, po e vrejnë atje pikat e kuqe. Tash është u bo premja asfaltit, me bo gropën e re për kanalin e ri. E sa kohë me marrë kjo, Sokol? Ka një 10 ditë deri në 2 javë punë, se kanali është kogja i thellë, deri në 4 metra shkan. Po e sheh për shembull kjo kabël e rrymës po e marrim. Kjo dikun e ka një furnizim. Tash mundet me qenë furnizimi këtu në rrugë. Na duhemi mu kujdes për mos mi dëmtu ato tjerat. A ka me u largu uje prej asaj pjesës ati parkingot që ke, do me thonë përdhes, koti përdhes që kem herën e fundit? Konstatimin që kjo blokim është e bo mbledhjen e ati ujit atje, natyrisht se kam u largu. Na me 5 maj kena me u dok prap, kena me të lajmëru. Çfarë date jemi sot? 5 maj në rregull është, besoj 5 maj. 5 maj më shumë se 2 javë. 2 javë, 2 ditë. Kryet besoj. Besoj që është e kryme, edhe që na del na i komplikim i vogël, apet e sqarojmë. Faleminderit shumë Sokol, kalofsh sa më mirë, çikaç prej meje njerëz, kem të rruga bë banorët janë në hall të madh që një kohë ka gjatë. Kjo është historia e dytë që po e bëj follow-up. Deri me 5 maj ko me u përfundu, na kena me u dok prap me majt për fjale drejtorin e shërbimeve publike. Mos harroni, nëse ju pëlqen ç'a bëj, ju pëlqen kontenti jam, hajt një follow në këtë platforma.